12 tetori për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës është ditë shumë e rëndësishme, kjo për faktin se janë zgjedhjet lokale të vitit 2025. Përveç kësaj dite, kjo datë shënon dhe ditëlindjen e shumë prej qytetarëve tanë. E rastisi se kjo ditëlindje të jetë edhe për zonjën Anita Haradinaj, të cilën vetë se e kam pranë vetës. Faleminderit shumë që ndave sot kohë, pikërisht mes zgjedhjeve dhe ditëlindjes, kohë edhe për neve. Faleminderit edhe për juve që u kujtua për ditëlindjen time, megjithëse s'do të kisha dashur, se unë ditëlindjen bëhem shumë nostalgjike, merr shumë malli për gjithçka të jetës time, posaçërisht për momentin, edhe pastaj mërzitem çaj, pastaj edhe filloj e qesh se jeta vazhdon, po gjithsesi ditëlindja është një gjë, një datë që shumë nostalgjike. Si nisi sot mëngjesi juaj, të pas parasysh që kemi edhe një ditë përpara një maraton zgjedhore? Sot kanë nis dita ndryshe, për arsye se unë e Ramushi gjithë jetën kemi votu me një qendër votime dhe në orar të saktë është dashur me qenë, me sekonda është dashur me qenë gati, kurse sot po e përjetoj se si është thjesht qytetar tamam që e zgjedh vetë orarin kur do me shku e me votu. Edhe do shkoj masi ta kemi mbaruar këtë, po gjithsesi është një obligim qytetar që me patjetër duhet ta mbaroj dhe patjetër do shkoj. Do shkoj të votoj dhe i bëj thirrje gjithë qytetarëve të Kosovës që gjithsesi të dalin e të votojnë, nuk ka rëndësi fare se për kë votojnë. E rëndësishme është që dalin të votojnë, ta kryejnë obligimin e vetë qytetarë, se është vetmja ditë kur ti merr përgjegjësi mbi shtetin. Në fakt, përveç se gruaja një politikane, një gazetare, një opinioniste e hatashme në Big Brother, cili është kujtimi më i bukur gjatë gjithë këtyre viteve? Unë kam shumë kujtime të bukura, po aq sa, domethënë, po aq sa mund të kemi edhe kujtime të hidhura në jetë, kam edhe kujtime shumë të bukura. Se nuk e di, do me thonë, që prej lindjes të fëmijëve, martesës, jetës, përgjithsisht, unë jam shumë pozitive në jetë dhe ndoshta kjo më bën edhe shpesh të komentohem, po përgjithsisht unë e du jetën, jam marrë të mirat e të këqijat që të sjell jeta, edhe të këqijat në çdo të keqe e gjej një diçka pozitive. Ne të urojmë vite me shumë shëndet, me shumë dashni e çdo të mirë në jetë, edhe duke të falenderuar shumë që gjete kohë sot për Klan Kosovën. Unë ju falenderoj juve si Klan Kosova që u kujtuat për ditëlindjen time.